Mirëmëngjes, sot do shkëputemi nga temat e zakonshme të komunikimeve tona, që zakonisht janë për ato që unë njoh më mirë, zhvillimin e planifikuar hapësinor, territorial, urban e të tjera çështje që rrjedhin nga këto. Sepse do hapemi vetëm sot në një temë më të gjerë, që ka të bëjë me median. Median është shumë e rëndësishme kjo. Pse vendosa ta bëj këtë temë? Vendosa sepse dje isha në një televizion ku sikur se s'kishte ndodhur ndonjëherë dhe nuk do ndodhi më kurrë, unë në mes të emisionit dola nga emisioni. Çka është një sjellje që në kuptimin tim është shumë e gabuar. Por çfarë ndodhi në atë emision që unë bëra këtë veprim të gabuar? Ndodhi që ai emision ishte projektuar qartësisht si një kurs ndaj mua personalisht si ekspert, por edhe se unë jam atashuar prej 2-3 vjetësh pranë Partisë Demokratike dhe drejtoj departamentin e planifikimit territorial të asaj partie. Ishte shokuese për mua në atë bisedë, në atë panel, ishte një deputet ose një kandidat për deputet i Partisë Socialiste dhe një që unë se njoh, një çuditërisht mes një 5-6.000 arkitektëve dhe urbanistëve në Shqipëri kishin zgjedhur pikërisht për atë debat. Shumë e rëndë për mua kur që në fillim u sulmova nga kandidati për deputet. Kandidati deputet pa pikën e turpit përballë gjithë kamerave më tha që njifte kush isha dhe ku banoja, sepse kush isha mund të më njifte me emër dhe ndoshta edhe në një gjë nga CV-ja ime, por ai më dinte ku banoja dhe detyrimisht dhe për kë votoja, çka mua më shqetësoi. Nuk është se më prekupoj, nuk është një gjë e çuditshme, gjithë e dimë që ruhemi, survejohemi, ja thash dhe atij që bëri shumë gabim që e bëri publike ku banoja unë, çka s'është normale. Aq më tepër në televizor. Megjithatë nuk është ky shqetësimi se nuk është, ju thash që të gjithë ne e dimë, ju vetë secili nga ju e dini që ne survejohemi, secili nga ju ka një patronazhist të vetin që e ruan partia në emër të Partisë Socialiste, e ruan se çfarë bën edhe çfarë nga idetë politike deri te aktivitetet e përditshme. Kjo mua nuk më shqetëson. Ajo që më shqetësoi ishte kufi teknik, ajo që realisht më vret më shumë. Kolegu im, unë edhe aty e quajta koleg, por tregoi që ishte minimalisht i pashkolluar, me minimumin e njohurive që del sot në shkolla. Nuk e di pse e thrasin në televizione, po problemi i tyre. Problemi i tyre nuk është vërtet problemi i tyre, do ta shohim pak më tej, po megjithatë debati ishte mbi çështjen që çfarë nuk funksionon në Tiranën e sotme, ose kush janë problematiket e Tiranës sotme, 10 vjet pothuajse pas bërjes së planit në vitin 2016, miratimi i planit në 2016. Problemi që shikonte kolegu, se s'dua të flas për kolegun, se nuk më intereson shumë pak, ai thjesht ishte një vegël i përdorur për të më vënë mua në siklet. Ishte që në Tiranë nga kryeministria deri tek diku nga qendra, rreth 200 metra tha ai, mungojnë koshat e plerave. Dhe nëse në njësinë 2 mungonte në një zonë caktuar ato kazanët e mëdha të plerave, besoj unë se për ato foli. Këto ishin problemet e Tiranës urbane pas 10 vjetësh pothuajse ose 9 vjetësh të hartimit dhe të miratimit të një plani. Sigurisht kjo mua nuk shqetëson, më vën në siklet, patjetër, sepse problemet e Tiranës janë të tmerrshme, jo të mëdha, po të tmerrshme. Në Tiranë vdesin njerëz, ka studime, vdesin njerëz për shkak të nivelit të lartë të ndotjes, vdesin nga zëmra, nga sëmundjet e zëmrës, nga sëmundjet të frymarrjes,
e të tjera që nuk po zgjaten. Ka studime shkencore që e thonë këtë vdesin shumë njerëz. E të tjera, mënyrën se si jetojnë në Tiranë, në një stres, çdo qytetar është në luftë me qytetarin tjetër, me komshiun e vet, me të gjithë për shkak të strukturës urbane ose mënyrës se si është zhvilluar Tirana në këto 10 vitet e fundit, në fakt në këto 25 vitet e fundit, të cilat e kanë çuar në një cilësi urbane të jetës shumë të keqe. Njerëzit janë konflikt me njëri tjetrin. Po ne nuk do flasim për këtë, ndoshta do flasim një herë tjetër pse njerëzit janë në konflikt me fëmijën e vet pas një arsye. Thjesht nga struktura, forma fizike e qytetit. Mënyrën se si e kanë zhvilluar këta qytet. Nuk do zgjatem për atë tipin, sepse ai tipi kishte detyrë, ishte shumë i qartë, përveç se ishte shumë ignorant, sepse duhet të jesh ignorant që të nëse di gjëra e ke të vështirë të thuash, të gënjesh ose të thuash gjëra që jo vetëm janë të vërteta, por janë provokative. Mirë po, problemi i dytë që solli ky tipi ishte që, ose pak në fjalë e tij për ai sa unë dëgjova, dhe nuk e ndërpreva, e dëgjova, megjithëse ai në fakt po legalizonte, dhe ky është një problem shumë i madh tjetër në debatet televizive. Nëse ti je në një debat televiziv dhe dikush thot gënjeshtra ose budalliqe, për mos përdorur cilësor të tjerë, nëse ti nuk e replikon atë, nuk e ndërpret, nuk e thot që e ke gabim ose s'është kështu është ashtu, njerëzit që shohin televizorin dhe ndjekin emisionin, kuptojnë që ose mendojnë se ti po ja miraton ato që thot, të paktën në një mas caktuar. Kështu që patjetër duhet në rrugë, si do qoftë, në prita radhën time deri në momentin kur ai solli problemin e dytë të Tiranës urbane, dhe problemi i dytë i Tiranës urbane nuk ishte një problem i mirëfilli, por ishte që Tiranën e kishin shkatruar opozita. Pra Tiranën pas 10 vjetësh që nga 2015 në mos gaboj që u bën zgjedhje deri tani, Tiranën e kishte dëmtuar opozita, Tiranën urbane e kishte shkatruar opozita me planin e saj për zgjedhjet e para 2 vjetëve të zotit Beling Klliçi dhe ekipit të tij, ku unë isha drejtuesi i pjesës së planifikimit ose zhvillimit të planifikuar urban të qytetit. Dhe aty solli atë nënkalimin, unë nuk do hyj te kjo, por ishte qesharake sepse duke ishte shumë e qartë që ishte një kurth i ngritur, i studiuar, nuk di t'ju them nëse e kishte bërë televizioni kryeredaktori që unë e konsideroj amik, apo edhe Zonjusha që drejtonte emisionin, mund të ishte edhe një kurth i ndërtuar nga vetë ai personi që nuk e di për çfarë çuditë, për një çuditë time të madhe, kishte një akses të padiskutueshëm tek kishte e drejtonte ai praktikisht emisionin, kush doj mund ta shohë. Biles unë do të mendoj që do bëni të mirë të shikoni atë emision. Dhe ky është problemi, pra media ka kaluar nga faza e përjashtimit të opozitës në emisione dhe debate, nga pra censurimit, ka arritur deri aty sa të bëj kurthe. Unë kam marrë pjesë në emisione të tjera ku ka ngel jashtëzakonisht i pakënaqur, ku ata të sjellin një gjasme eksperte të një fushë, në rastin tim në fushën e planifikimit ose të arkitekturës dhe të urbanistikës, dhe ajo që ti ke përballë ose ai që ke ti përballë, thot budalliqi aq të mëdha sa ty të vënë një siklet shumë të madh, sepse ti po i legalizon ato fjalët e saj nëse ti nuk reagon. Pra kanë përjashtuar, le të themi, ekspertët e opozitës, pra ata që po i bëjnë këto, ata që po zhvillojnë Tiranën, ku janë, pse nuk vinë për debate. Dhe sjellin gjasme ekspert ose gazetar të pavarur që thonë budalliq aq të mëdha, saqë defamojnë totalisht emisionin. Misioni kryesor i një emisioni televiziv, një programi televiziv, është informimi publik, dhënia e informacionit sa më të madh publikut për çështje në fjalë. Dhe kjo ishte ajo që në vija të trasha unë doja të ndaja me ju sot. Në të njëjtën situatë, po jo kaq rënd sa dje, jam ndodhur në emisionin Opinion kur para 2 vjetësh kur zoti Beling Klliçi dhe ekipi i tij i ngushtë prezantoi pikërisht të plan për cilën u sulmuam dje, dhe plan i cili pas ka shkatruar Tiranën në këto 10 vite. Plani para 2 vjetësh që si ishte plan në kuptimin ishte program, nuk ishte një plan territorial në një përkufizim të caktuar.
që ka plani. Kur gazetarët të ftuar me zoti Fevziu, ndërsa flisnin për pikërisht këtë nënkalimin, një nga elementët jo më të rëndësishëm të programit të Partisë Demokratike dhe të Belinit Kulliçit në atë fushat, nuk dinin rregullin e treshit. Pra ti i thoshe që gjithë niveli do ulet 6 metra, 5,6, që do të thotë që në rregull treshi ti llogarit çfarë gjatësie do ketë rruga që të bjeri nga 0,0 në 6 metra me një pjerësi prej 6-7%. Një këmbgulje sa që dhe nëse ti mundohesh t'ja shpjegoje, ishte e dukshme, po flas për emisionin e zotit Fevziu para 2 vjetësh. Dhe pse e tregova këtë të dytën është sepse aty u censuruan dhe u vum në siklet të madh. Unë një herë, sa herë më kujtoj ta emision, acarohem, nxehem, mërzitëm, sepse jo vetëm nuk e arritëm maksimumin e prezantimit, sepse s'na lanë gazetarët, është e tmerrshme, mos lënë gazetarët, bëjnë pyetje dhe kur ti i kthen përgjigje nuk të dëgjojnë fare, ose deformojnë, rrotullojnë e kështu me radhë, por edhe si hëngra shumë kohë zotit Belin Kulliçi, i cili në fakt ishte, le të themi, kandidati, jo unë. Nëse shikoni kohën televizive, unë kam marrë pothuajse sa gjithë pjesa tjetër. Sigurisht ai ishte në qytet dhe programi patjetër mbështetet gjerësisht te çështjet e planifikimit dhe çështjet e projekteve konkrete ose filozofisë me cilin ti mendon se do ta rregullosh qytetin, por gjithsesi nuk mund të flasi, nuk mund të merrte kohën drejtuesi i departamentit ose drejtuesi i fushatës për një sektor caktuar, në krahasim me vetë kryetarin e ardhshëm. Se për ne ishte kryetari i ardhshëm, sado që zgjedhet erdhën ashtu siç erdhi. Pra, këtë ndava një hall timi, ndolëm nga çështja ndava një hall timi që është një hall i gjithë shqiptarëve. Është një hall i madh. Media jo vetëm censuron, por ka arritur deri aty sa të ndërtoi kurthe. Pra gjithë emisioni ishte ndërtuar në këto 3 pika. E para një deputeti që ishte administratori i njësisë Dym, duket në mos gaboj, Tiranës, kandidati për deputet, ishte Priste Budalliqe, por ati i takonte sepse ai ishte një politikan dhe ai kërkonte votë. S'është e moralshme, dakord jam me ju, por është praktik normale dhe në gjithë botën, veçanërisht në vendet si Shqipëria. Por të sjellësh ti një ekspert dhe këtu vinte ekspert dhe këtu vinte pjesa e dytë, të ndërtoj një kurth personal, sepse e para një nuk ka lidhje fare se si është ka ta ndisur Tirana me projektin e opozitës. Po opozita nuk fitoi, që është në kryesorje. Nuk ka ngul një gordë në Tiranë, sepse në kuptimin administrativ dhe juridiksional të fjalës, sepse s'kem pas ndonjëherë pushtet. E dyta, ti nuk mund të marrësh një super program për cilin unë do flas një herë tjetër, do të më kismet nesër, dhe ta degenerosh një element fundor i cili ishte plan veprimi, një goditje me njerëzshme për të zgjidhur një situatë shumë konkrete dhe shumë të parcializuar. Nuk po zgjaten se u zgjata, por nuk kishte ndodhur ndonjëherë dhe kjo është arsyeja pse ne po bëjmë këto komunikimet, që sot është i 17-ta në mos gaboj, por që do vazhdoj, unë do ta premtoj, ka disa arsye pse unë po e bëj këtë, sepse do të rriqim gjithmonë më shumë nga media e manipuluar dhe do jem gjithmonë në komunikim me ju, sepse në fund të ditës juve ju a kam borxh. Edhe kur shkoj në media, shkoj për ju. Pra sa vlen mendimet e mia në fushën time, unë do t'i ndaj ato derisa të kem fuqi. Sot mirupafshim, shihemi një ditë tjetër me kismet, më është një fjalë turke, por unë e kam qef. Shihemi nesër.